Finalizohet operacioni policor I koduar silenciatori si rezultat I administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative. Fal informacionit të siguruar dhe ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të policisë, parandalon një ngjarje mundshme kriminale. Kape në flagrancë dhe vjen në pranga 2 shtetas, të cilën në fshatin 6 pra një lokali kishin nxjerrë armët e zjarrit nga automjeti dhe qëndronin në prit në një zonë pa ndriçim. Gjatë operacionit arrestohen dhe 3 shtetas të tjerë për veprën penale mos kallëzimi I krimit. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistoleta, municion luftarak, një silenciator dhe 2 automjete. Si rezultat informacioneve të siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë, në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë, njësia Fier, organizuan dhe finalizuan operacioni policor të koduar silenciatori. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë ndërhyn në kohë duke parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale dhe vënë në pranga në fshatin 6 shtetasit. SM 32 vjeç banues në Tiranë, AK 26 vjeç banues në Kavaj. Po gjatë operacionit u vënë në pranga edhe shtetasit VH 20 vjeç banues në Kavaj, VP 31 vjeç banues në Tiranë, FB 21 vjeç banues në Kavaj. Nga veprimet e deritanishme hetimore, dyshohet se këta shtetas kishin ardhur në Sarandë me qëllim kryerjen e një vrasjeje. Shtetasit SM dhe AK u kapën në flagrancë në momentin kur po nxirrnin nga automjeti 2 armë zjarri pistoleta, municion luftarak dhe një silenciator. 3 shtetasit e tjerë, të cilët ndodheshin me ta, u arrestuan për veprën penale mos kallëzimi I krimit. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit, identifikimin e objektivit të synuar dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme.